Na ishte njëherë një mbret i fuqishëm, i cili kishte 12 vajza, secila më e bukur se tjetra. Ato flinin të gjitha në një dom të madhe, dhe çdo natë mbreti sigurohej që derat ishte mbyllur me çelës për t'i mbrojtur. Por një mister e shqetësonte mbretin. Çdo mëngjes, kur princeshat zgjoheshin, kucët e tyre ishin të grisura dhe të shkatruara, sikur kishin kërcyer gjithë natën. Mbreti nuk e kuptonte si ndodhte kjo. Ai pyeti vajzat e tij, por ato vetëm qeshin ëmbël dhe thoshin se nuk e dinin. I zemëruar, ai bëri një shpallje. Kushdo që mund të zbuloj se ku shkojnë vajzat e mia çdo natë, do të martohet me njërin prej tyre dhe do të trashëgoj mbretërinë time. Por nëse dikush provon dhe dështon pas 3 netësh, do t'u mbas jetën. Shumë princer dhe burra të guximshëm u përpoqën të zgjidhin misterin. Ata u vendosën në një dhomë pranë princeshave dhe urdhëruan që të ruanin gjithë natën. Por çdo natë para mesnatës, princeshat u jepnin një gotë verë. Burrat, të pavetëdijshëm për magjinë, e pinin dhe më njëherë flinin një gjumë të thellë pa ëndra. Në mëngjes, kur zgjoheshin dhe shikonin me hapi se këpucët e princeshave ishin përsëri të shkatruara, ata habiteshin. Një nga një, ata dështuan dhe humbën jetën. Një ditë, një ushtar i varfër, i cili ishte plagosur në betejë, po udhëtonte nëpër mbretëri. Ai nuk ishte pasuri, as titull fisnikërie, por ishte i mençur dhe i guximshëm. Gjatë rrugës, ai takoi një plak të urtë, e cila ishte ulur pranë një peme. Duke parë kurreshtin në sytë e tij, ajo i tha: "Ku po shkon, morbir?" Ushtari u përgjigj: "Kam dëgjuar për sfidën e mbretit dhe dua të provoj fatin tim." Plaka buzëqeshi dhe i tha: "Ti je një djalë i mençur, ndaj do të të ndihmoj. Mos pi asgjë nga ato që të japin princeshat, përndryshe do të zër gjumi. Merr këtë mantel, ai do të bëjë të padukshëm. Ndiqi princeshat kur të mendojnë se askush nuk po e shikon, dhe do të zbulosh fshehtësinë e tyre." Ushtari e falenderoi plakën dhe vazhdoi rrugën për në pallat. Kur arriti në pallat, mbreti e mirëpriti dhe ja shpjegoi rregullat. Atë mbrëmje, ushtari u vendos në një dhomë pranë princeshave. Princesha e madhe ju afrua dhe i dha një gotë verë. Ai e mori me mirësjellje, por fshehurazi i derdhi në një lule aty pranë duke bërë sikur po e pinte. Princeshat qeshën mes tyre të bindura se ai do të flinte si të tjerët. Kur doma u qetësua, ai filloi të gëriste me qëllim, duke bërë të besonin se kishte rënë një gjumë. Kur mesnata po afrohej, princesha e madhe përshpëriti: "A ka fjetur?" Një nga të tjerat u përgjigj: "Po, ka fjetur." Princesha e madhe trokiti 3 herë në dysheme. Menjëherë një derë fshet u hap, duke zbuluar një shkallë që zbriste në tokë. Princeshat plot gëzim veshën fustanet e tyre të bukura dhe sandalet prej mëndafshi. Ushtari i mbuluar me mantelin e padukshëm ndoqi nga pas pa bërë zë. Shkallët i çuan në një botë magjike. Vendin e parë kaluan ishte një pyll argjendi, ku gjethet shkëlqeni si drita e hënës. Ushtari kputi një degë si provë. Më pas, ata kaluan në një pyll ari, pemët ndriçonin si rezet e diellit. Ushtari mori një degë dhe aty, së fundmi, hyn në një pyll diamanti, i çdo gjethë ndriçonte si yjet në qiell. Ai mori dhe një degë prej aty. Përtej pyllit të diamantit, ata mbërritën në një liqen madhështor, nën toksor. 12 barka i prisnin, secila e drejtuar nga një princ i pashëm. Princeshat hipën me hije shi dhe ushtari u ngjit fshehurazi në barkën e princeshës së vogël. Princi që po remonte, kthye nga ajo dhe i tha: "Çuditshëm, sot barka duket më e rëndë se zakonisht." Princesha qeshi dhe tha: "Ndoshta je lodhur sonte." Kur arritën në breg, ata panë një pallat të shkëlqyer, muzika këmbonte nga brenda dhe princeshat hynë për të kërcyer. Ushtari i vëzhgonte teksa ata kërcenin me gëzim. Ata kërcyen për orë të tëra, derisa princesha e madhe tha: "Po afrohet agimi, duhet të kthehemi." Kur u kthye në pyjet magjike, ushtari nxitoi për në shtratin e tij dhe bëri sikur flinte. Në mëngjesin e tretë, mbreti e thiri ushtarin dhe i tha:
A ke zbuluar sekretin e princeshave të mia? Pushtari buzëqeshi dhe ju përgjigj. Po, matëri. Ai tregoi për kalimin e fshet, tregoi degët nga pyjet magjike dhe nxori një kup ari nga pallati në tokë. Princeshat zbardhën me frikë. Sekreti i tyre ishte zbuluar. Mbreti, i habitur dhe i zemëruar, e mbajti premtimin e tij. Pushtari zgjodhi princeshën e madhe si gruan e tij dhe u shpall trashëgimtar i thronit. Mbretëria e fshet dhe princerit e saj nuk u pan më kurrë.